3 persona, mes të cilëve 2 oficer policie janë vrarë si pasojë e një shpërthimi të ndodhur paraditën e së mërkurës në qendër të Moskës. Sipas autoriteteve ruse, 2 oficerët pa një individ të dyshimt pra një makine policie në rrugën Jeletskaja dhe kur ju afruan për ta ndaluar një pajisje shpërthyese u aktivizua. 2 oficerët humbën jetën nga plagat e rënda të marra, ndërsa viktima e tretë ishte një person që ndodhej pranë automjetit. Shpërthimi ndodhi pranë vendngjarjes ku ditën e hënë u vra një general i rëndësishëm rus në rrethana të ngjashme. Generali Fanil Sarvarov humbi jetën pasi mjeti shpërthyes, që ishte vendosur poshtë një makine, u hodh në erë. Zëdhënësja e Komitetit Hetimor Rus, Svetlana Petrenko, tha në një deklaratë se mbi ngjarjen ka nisur një hetim dhe saktësoi se 2 oficerët e vrarë ishin të moshave 24 dhe 25 vjeç. Më herët, Kremlini deklaroi se dyshon se prapa vrasjes së generalit fshihen shërbimet sekrete ukrainase, edhe pse Kievi nuk ka bërë asnjë koment mbi ngjarjen. Gjithashtu, ende nuk dihet nëse 2 shpërthimet janë të lidhura. Sarvarov, 56 vjeç, ishte kreu i departamentit të trajnimit të forcave të armatosura operacionale. Ai është i tretë ushtarak i lartë që vritet si pasojë e sulmeve me bombë në kryeqytetin rus në vitet e fundit.